Horoskopi ditor e hënë 9 qershor 2025. Dashi, fal ndikimit shumë pozitiv të yjeve, jeta juaj në çift do ecë më së miri sot. Do vazhdoni ta ruani të fortë komunikimin dhe nuk do keni asnjë mosmarrveshje. Beqarët ka shumë mundësi të njihen me disa persona në vendet ku do shkojnë si të ftuar. Financat do rriten edhe më shumë, kështu që mund të përfitoni për të kryer pak më tepër shpenzime të domosdoshme. Demi, duhet të tregoni sa më të sinqert sot me personin që keni në krah, sepse po e gënjyet dhe po i mbajtet të fsheta, situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të mos bëjnë asgjë me ngulm. Do jenë yje që do kujdesen për ta. Financat do jenë në gjendje shumë të qëndrueshme dhe do arrini të realizoni investimet e mëdha. Binjakët, në jetën në çift gjithçka do jetë e mundur gjatë kësaj dite. Mundoni të bëni sa më shumë lëshime dhe të mos kërkoni gjithmonë të dalë juaja. Beqarët do realizojnë një takim shumë të bukur dhe emocionues, i cili me shumë gjas do ndryshojë tërësisht jetën. Në planin financiar, fatmirësisht nuk priten as pak probleme dhe vështirësi. Gaforja, ditë e qetë dhe pa ndonjë gjë të jashtëzakonshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Mundoni të ruani një komunikim të mirë me partnerin. Beqarët nuk do e gjejnë as sot princin e tyre të kaltër dhe do vuajnë nga vetmia. Financat do ekuilibrohen fal për kujdesit që do tregoni. Të gjithë do ju vlerësojnë për aftësinë tuaj organizative dhe maturinë me shpenzimet. Luani, gjatë kësaj dite do reflektoni mjaft për të ardhmen e jetës suaj në çift dhe do merrni disa vendime të rëndësishme. Të dy me partnerin do jeni në të njëjtën mendje për shumë gjëra. Beqarët do kenë një ditë normale dhe pa takime mbreslënse. Në planin financiar nuk do dini çfarë të bëni dhe ndonjëherë mund të gaboni. Kërkoni ndihmën e miqve të ngushtë. Virgjëresha, Venusi dhe Marsi ndikojnë sot në jetën tuaj në çift, po njëri do nxit ndjenjat dhe emocionet, dhe tjetri do nxit dyshimet dhe mosmarrveshjet. Kujdes, beqarët nuk duhet të ndalen së kërkuarit dashurinë, sepse në momentin që ata më pak e presin, mund të ndodhë edhe çudia. Në planin financiar duhet të merreni seriozisht me të ardhurat. Peshorja, edhe nëse keni debate të forta në çift, sot nuk duhet të mendoni menjëherë për një ndarje. Merrni kohën e duhur për të reflektuar dhe për të qetësuar. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme, takimet do mungojnë, por miqt do ju gjenden gjithmonë pranë. Financat do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Përfitoni për të shlyer borxhet apo për të kryer ndonjë shpenzim të nevojshëm. Akrepi, ditë e qetë dhe pa probleme kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do keni as problemi më të vogël me partnerin tuaj, përkundrazi do jeni edhe më bashkëpunues me të. Beqarët nuk do pëlqejnë as pak të flirtojnë dhe do mbeten sërish vetëm. Financat jo për të gjithë do jenë të stabilizuara. Merrni sa më shpejt masa në mënyrë që situata mos ju dalë nga kontrolli. Shigjetari, do jeni charmant gjatë kësaj dite dhe të gatshëm të bëni gjithçka për të përjetuar emocione të reja në çift. Shpeshherë do bini dakord me partnerin dhe emocionet do jenë të papërshkrueshme. Beqarët nuk do kenë as pak një ditë me fat dhe do mbeten sërish vetëm. Në planin financiar duhet sa më shumë maturi. Vetëm në këtë mënyrë situata do jetë e qetë. Pricjapi, partneri do ju përgatisë surprizat e njëpasnjëshme gjatë kësaj dite, në mënyrë që ju të ndiheni sa më mirë. Emocionet do jenë të shumta dhe të jashtëzakonshme. Beqarët gjithashtu do kenë një takim mbreslënës, të cilin duhet ta konsiderojnë. Në planin financiar nuk do ketë probleme serioze. Megjithatë, shpenzoni me kujdes. Ujori, xhelozia do ju pushtojë gjatë kësaj dite juve që jeni në një lidhje dhe do keni debate me personin në krah. Kujdes, mos e teproni, sepse do shkatërroni gjithçka që keni ndërtuar. Beqarët do vazhdojnë të jenë në kërkim të personit ideal, por pa shumë fat. Ditë delikate për financat. Nuk rekomandohen të bëhen shpenzime marramëndse, sepse do ngeleni pa para. Peshqit, shumë nga çiftet do i mendojnë gjërat më seriozisht gjatë kësaj dite dhe do fillojnë të bëjnë plane për ndonjë bashkëjetesë të mundshme. Ata që kanë pasur debate nuk duhet t'i lënë pas dore ato, por të bëjnë të pamundur për t'i zgjidhur. Beqarët do e gjejnë personin e tyre ideal. Në planin financiar do jeni më të organizuar se kurrë. Nuk pritet as problemi më i vogël.